Personally look back to those early years, 2006, 2007, when we were running a project to establish the police inspectorate. I have only very happy memories of conducting a project which, for me personally, was, looking back, one of the best and most satisfying areas of work in my entire career. The very idea of the police inspectorate was quite radical at that time. It is and perhaps remains unique in being the only all-civilian, all-independent police oversight agency in the Balkans and in Eastern Europe. It is also unique in that it combines the reactive function of investigating complaints against police with that of the more proactive function of inspecting the way in which the police use their resources and achieve their legal mandate. Inspektorati policore Kosovës u konceptua me standardin e kodit evropian të etikës policore, I cili kërkonte një polici plotësisht demokratike, llogaritëse dhe të kontrolluar nga një organ I paanshëm. Institucionet e Republikës Kosovës me themelimin e agjensisë tonë kishin ndërsuar që ne si agjensi të marrim praktika pandemia të kontrollit demokratik. Kishte modele që ishin marrë nga Anglia dhe Irlanda, që ishin modele amerikane, që ne këto të praktiku nga Kosovë. Ata me fillimin e implementimit të projekti, I gjithë programi ishte postuar nga ekspertët britannik në disa fusha. Gjatë këtyre 6 muajve ne jemi përfshirë në administrimin të rregullta, ku një kontribut të madh ka dhënë një mision një sëdhes, të gjitha këto inspektive që kanë përfshirë fushën e trafikut, paguën të mjetet, buxhetin, financat, hetimet, kanë rezultuar me raportet të cilat janë pjesë historisë. Me ato tip të para, Inspektorati policore Kosovës po ndërtonte edhe identitetin e saj vizuale. Logo zyrtare I përfaqësuar dizajnuar nga Inspektori Gjeneral të së parë. Në burojën e argjend janë vendosur 2 shqiponja, të cilat simbolizojnë funksionet e IPK-s. Funksionin e inspektimit dhe funksionin e etikës. Në mes gjendet një luk me bishkrim IPK me vitin e themelimit vitin 2006, ndërsa poshtë gjendet thënia Semper Vigile, që do të thotë gjithmonë vigjilent, të cilin ne si inspektor të inspektoratit policore e kemi marrë si betim që gjithmonë gjatë punës tonë do të jemi vigjilent për të mbikëqyrë punën e policisë, shkeljet e tyre të mundshme disciplinore ndaj qytetarëve dhe të marrë